në këtë edicion do të ndiqni. Mbahet seanca fillestare në mungesë ndaj 53 të akuzuarve për masakrën e Mejos. Në vend që mbeturina të lihen në kontinjer, ato hudhen në lumin Krena. Çmimet e derivateve shënojnë rritje, kjo ndodh për shkak të zhvillimeve në lindjen e mesme. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca fillestare ndaj 53 të akuzuarve për masakrën e Mejos. Gjykimi për këtë rast zhvillohet në mungesë dhe të akuzuarit përfaqësohen nga avokatët e tyre gjatë seancave gjyqësore. Është mbajtur seanca fillestare ndaj 53 të akuzuarve për masakrën në Mejë dhe fshatrave të tjerë ku ishin vrarë 370 civil shqiptar. Në gjykatën themelore në Prishtinë u lexua akt akuza nga prokurori Ilir Morina, ku tha se janë plotësuar kushtet për mbajtjen e gjykimit në mungesë. Jeton Sokoli nga fshati Mejë, i cili ka të vrarë babain dhe 4 familjarë të tjerë, tha se kjo akt akuzë është e mirë së ardhur. Kjo seancë ditës së sotme është inkurajuese, besoj për gjithë familjarët e masakrës së Mejës, për shkak se betejë për drejtësi është duke vazhduar tash 26 vite dhe jemi të inkurajuar me faktin që drejtësia ose prokuroria speciale e Kosovës është duke ndërmarrë hapa serioze dhe duke i vendos, edhe pse në mungesë, duke i vendos përgjegjësit ose kryesit të masakrës përgjegjës për veprimet e tyre. Sokoli tha se drejtësia është e vonuar në Kosovë sepse është dashur më herë të ngriten akt akuza ndaj kriminalëve nga Serbia që shkaktuan krime në Kosovë. Patjetër që është procesi i vonuar, nuk e dim për arsye të ndryshme, nuk është vetëm masakra Mejës, po janë edhe masakrat e tjera nëpër Kosovë, të cilët kryesit e këtyre masakrave nuk kanë dalë para drejtësisë dhe i bëj thirrje që kudo që ta marrin vendimin ndaj këtyre 53 të akuzuarve, të jetë vendim meritor. Sipas aktakuzës të akuzuarit në periudhën 1998-1999, gjatë kohës së luftës në fshatrat e komunës së Gjakovës, duke vepruar në bashkëkryer si pjesë e një ndërmarrje kriminale të përbashkët, në mungesë ngarkohen përshkelje të rregullave ndërkombëtare të luftës, për vrasje, tortura njerëzore, friksim, shkatrim të pasurive e krime të tjera. Rjedha e lumit Krena në rrugën Luiç Gurakuçi duket në një pamje as pak të mirë. Qytetarët e pakujdesshëm kanë gjuajtur në hapësirën e lumit gjësende të ndryshme, madje edhe pajisje shtëpiake, duke krijuar një pamje shqetësuese për ambientin. Pamjet nga lumi Krena në rrugën Luiç Gurakuçi tregojnë një realitet shqetësues. Uji që dikur rrithte i pastër sot është imbuluar nga mbeturina, duke krijuar një imazh shqetësues për secilin kalimtar. Goma makinash, plastika, dorasa e madje edhe pajisje shtëpiake janë hedhur përgjatë shtratit të lumit. Prapa kamerave, qytetarët që frekuentojnë këtë anë, por edhe banorët që jetojnë në këtë zonë, na thanë se kjo situatë jo vetëm që shkel çdo normë të mbrojtjes së mjedisit, por përbën edhe rrezik serioz për shëndetin e tyre. Për problemin në fjalë ne kemi kontaktuar drejtorin e shërbimeve publike në Gjakov, Nikol Leshi, për të kuptuar sa do të ndërmirë ndonjë veprim për pastrimin e lumit, por deri në transmetimin e kronikës, drejtori Leshi nuk ishte i çastshëm. Disa ulse për të cilat qytetarët kishin vlerësuar se janë të tepërta, tashmë janë larguar nga institucionet. Hapësira rrugore në këtë zonë duket më e lirë për qarkullim, ndërkohë ende nuk dihet nëse ulset e larguara në këtë zonë do të vendosen diku tjetër. Jemi në rrugën Martirë të Kombit, aty ku shpeshherë kemi raportuar për një shqetësim të banorëve lidhur me numrin e shumë të ulseve. E sipas që fshihet një rezultat i mirë ka ndodhur, aty më nuk ka një numër të madh. Pas raportimeve të njëpasnjëshme për numrin e madh të ulseve përgjatë rrugës Martirë të Kombit, autoritetet përkatëse kanë ndërmarrë veprime për t'i reduktuar ato. Ulset e vendosura përgjatë kësaj rruge, sipas qytetarëve, janë vendosur në numër të madh.
bazuar në frekuentimin dhe funksionin që ka kjo zonë. Së fundmi zhvretur se numri i tyre ka filluar të zvoglohet, institucionet përkatëse kanë filluar t'i largojnë disa prej tyre, duke lëshuar hapësirë në shfrytëzim për lëvizjen e qytetarëve dhe funksionalitetet më të mirë të zonës. Ndërkohë, ekipi i televizionit Syri ka kërkuar një përgjigje nga zyra për informim në komunën e Gjakovës për të kuptuar se ku do të vendosin ulësit e hequra nga kjo zonë, por deri në transmitimin e kronikës nuk kemi arritur të sigurojmë përgjigje. Çmimet e derivateve kanë shënuar një rritje të ndjeshme. Fadil Berjani, kryetari i shoqatës së naftëtarëve, ka pohuar se rritja ka ndodhur si rezultat i zhvillimeve në lindjen e mesme. Në tregun vendor, rritja mesatarisht është shënuar 10 cent më shumë për litër. Pas shpërthimit të konfliktit të armërdosur ndërmjet Iranit dhe Izraelit, tregu ndërkombëtar i naftës është goditur rënd duke reflektuar menjëherë në rritjen e çmimeve të derivateve edhe në Kosovë. Kryetari i shoqatës së naftëtarëve të Kosovës, Fadil Berjani, i ka pohuar me gjumin tonë se kjo ka ndikuar edhe në Kosovë, duke u rritur çmimet e naftës për 10 cent. Çmimet e naftës po rriten për shkak të tensioneve në mes të Izraelit dhe Iranit. Kjo po shkakton frikë për ndërprerje të furnizimit duke ndikuar në rritjen e çmimeve. Irani prodhon një pjesë të madhe të naftës në botë dhe kontrollon ngushticën e Hormuzit, një pikë ku kalon afërsisht 20% e naftës botërore. Çdo eskalim i kësaj situate do të ndikojë më shumë në rritjen e naftës, ndërsa ndonjë marrëveshje paqe e ndërmjetësuar nga SBA mund të qetësojë tregun e naftës. Çmimi i naftës në Kosovë sigurisht që ndikohet gjithashtu nga këto zhvillime gjeopolitike për shkak që Kosova importon pjesën më të madhe të naftës. Çmimet aktuale në Kosovë janë dizel 1.14 euro deri në 1.24 euro për litër, benzin 1.15 euro deri në 1.25 euro për litër. Ndërsa në pikat e shitjes së derivateve në Gjakovë sot çmimet variuan nga dizel 1.20 euro deri në 1.24 euro për litër, benzin 1.21 euro deri në 1.23 euro për litër. Shoqata e naftëtarëve të Kosovës do të vazhdojë të monitorojë nga afër zhvillimet dhe do të njoftojë publikun për çdo ndryshim të mundshëm, tha mesjerash kryetari Berjani. Rritjes së çmimit nuk i ka shpëtuar edhe një produkt bazik për familjet. 1 euro më shumë do të paguajnë konsumatorët për 1 kilogram mish. Nga 10 euro sa ishte, sot mishi ka kushtuar 11 euro. E rritja mund të vazhdojë edhe më tutje, pohuan vetë tregtarët. Qytetarët ndërkaq ndihen të shqetësuar për vështirësitë ekonomike që po ju kanosen çdo ditë. 1 euro më shumë do të paguajnë qytetarët për 1 kilogram mish. Nga 10 euro sa ishte, dyqanet e mishit kanë vendosur që 1 kilogram mish të kushtojë 11 euro. Rritja edhe pse në dukje e vogël, po ndikon ndjeshëm në buxhetin e qytetarëve, sidomos në një periudhë kur çmimet e produkteve të shportës së anvisërisë vijojnë të jenë të larta. Qytetarët shprehen të shqetësuar për këtë tendencë të vazhdueshme të rritjes së çmimeve. Shtrajtimi i rrymës, shtrajtimi i mishit, shtrajtimi bukës të nasenet të ndikojnë 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 euro për një pensionerët, jo katastrofë, po inshallah bëhet mirë. Nuk ka shumë 1 euro, po akon shtrajtë, të ashtë 1 euro ndikon bërë. 1 euro ndikon bërë. Kjo rritje mund të mos ndalet këto nëse vazhdojnë kështu furnizimet dhe kostot e larta, çmimi i mishit mund të shkojë edhe deri në 3 euro më shumë për kilogram, pohuan sot shitësit. Shoqata Drini Gjakov Shkodër ka shënuar sot 20 vjetorin e themelimit. Folusit e pranishëm në këtë ngjarje kulturore risollu në kujtesë disa nga aktivitetet e bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri, posaçërisht të projektit Korridori Adriatik-Alpe. Në 20 vjetorin e formimit të shoqatës Drini Gjakov Shkodër dhe Shkodër Gjakov, sot banorë nga Gjakova, Shkodra dhe zonat e veriut të Shqipërisë morën pjesë në shënimin e kësaj shoqate. Halil Ahmeti, kryetari i shoqatës Drini Gjakov Shkodër, foli për punën dhe rëndësinë që kishte kjo shoqatë ndër vite. Një organizatë që për 2 dekada ka qenë promotore e vlerave kulturore dhe e nisme së shumë projekteve zhvillimore ekonomike, infrastrukturë dhe kulturë në shkërbim të 2 shteteve tona dhe të gjithë rajonit. Në një kohë kur ndërlidhja kulturore dhe ndërtimi i urave bashkëpunuese ishin më të rëndësishme se kur,
Shoqata jonë ka ditur të japë zë trashëgimis identitetit dhe nevojave të komunitetit përmes projekteve konkrete infrastrukturore dhe iniciativave që kanë lidhur njerëz, qytete dhe ide. E kryetari i shoqatës Drini Shkodër Gjakov në gjatë Grezda foli për bashkëpunimin që kishin dy shoqatat nga Gjakova dhe Shkodra. Mungesa e infrastrukturës stopoi ecurinë e zhvillimit të pjesës veriundore, ku përfshihet Gjakova, Shkodra me gjithë zonat përreth. Këtë situatë mjaft kritike për mjetesë, për popullsinë vendase, aq të izoluar, dolen mjaft figurë të shtuara në punën e tyre, ndallim nga shumë kolegë të tjerë. Ato me vullnet dhe guximin e tyre kryen studime të hollësishme duke dalë me konkluzionin unanim se kusht për zbutjen e varfërisë dhe zhvillimin e tyre është ndërtimi i korridorit Adriatik Alpe, me emërtimin mjaft domethënës Lugina e zhvillimit. Filip Guraziu, ish kryetari i Bashkisë së Shkodrës, tha se shoqata ka bërë punë të mrekullueshme për projekte e bashkëpunim kulturor. Kam kënaqësi kur kuptoj se shumë probleme në dukje sipas zgjedhje 20 vjet më parë sot kanë marrë rrugën e tyre drejt përparimit në favor të shqiptarizmit. Kujtoj rrugën e Komit, që bashkoi përfundimisht shqiptar në dy anë të kufinit, rrugë në lidhje lokale ndërmjet vendeve, projektin madhor të ndërlidhjes Kosovës me Shqipërinë me Kurrë, projektin thonë, shpresojmë që sa më shpejt më, që ka lënë për Gjakovë dhe Shkodër. Por sot të ndërruan vllazën Gjakovar, krah gëzimit të një, të kujtu aktivitetet e shumta të përbashkëta që zhvilluan në këto 20 vjet një rrëdhinje, sepse një pjesë e madhe e atyre shokëve të mirë, e të aftë në profesionin e tyre, që i kishin për krah dhe kontribuan zbashku me ne për bashkimin fizik dhe shpirtëror shqiptarëve, sot nuk janë më. Në hollin e Pallatit të Kulturës Asim Vokshi në Gjakov ishin shfaqur disa fotografi të aktiviteteve dhe projekteve që kishte shoqata Drini Gjakov Shkodër dhe Shkodër Gjakov. Atleti Gjakovar Tiron Mamusha ka shkëlqyer edhe në një kompeticion tjetër sportiv. Në garën 10 kilometrëshe në Greqi, Mamusha ja doli të ronditet i treti në një konkurrencë shumë të fortë të shteteve pjesëmarrëse. Atleti nga Gjakova Tiron Mamusha është thyer nga Greqia me vendin e tretë në garën e Kerkinit. Mamusha në garën 10 kilometrëshe arriti ta përfundonte në kohën prej 34 minuta 36 sekonda. Garë 10 kilometra, ku kam arrit me dali treti, ka qenë me një konkurrencë shumë më fort, ku deri në kilometrën e fundit nuk u ditë ku shko me fitu, po në fund arrita me dali treti. Pas suksesit në Greqi, Mamusha ka filluar përgatitjet dhe për 2 ngjarje tjera sportive në Belgjik e Sloveni. Tash javën tjetër garoj në një garë në stadium, në 3 kilometra, mandej që është një garë mirësorën për mu në stadion për arsye që garoj në Sloveni në Maribor në kampionatin evropian, ligës 3 evropiane. Dhe tash përgatitjet shku shumë mirë, kur di që kam pas një lëndim para kampionatit evropian, po tash jam kthy në formën e mirë. Atleti Gjakovar synon që të jetë sa më aktiv në disiplinën e vrapimit dhe të arrijë sa më shumë suksese. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga mot me diell e vranësira të kohë paskoshme, me temperatura që kanë lëvizur nga 15 deri në 30 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 17 deri në 31 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell dhe vranësira. E mërkura do të karakterizohet nga moti ndryshueshëm, me temperatura që do variojnë nga 17 deri në 31 gradë Celsius. Ditën e enjte pritet të jetë mot me diell dhe vranësira, me temperatura që do lëvizin nga 18 deri në 32 gradë Celsius. 14 deri në 29 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së premtës, karakterizuar nga moti vranët e me diell.
Mot me diell parashihet gjatë së shtunës, shoqëruar me temperatura nga 12 deri në 29 gradë Celsius. Për të dielën parashihet mot me diell dhe vranësira të kopaskoshme, me temperatura që do variojnë nga 13 deri në 29 gradë Celsius. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Mbahet seanca fillestare në mungesë ndaj 53 të akuzuarve për masakrën e Mejos. Në vend që mbeturina të lihen në kontinjer, ato hudhen në lumin krena. Çmimet e derivateve shënojnë rritje, kjo ndodh për shkak të zhvillimeve në lindjen e mesme. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.